I nderuar i vëlla besimtar, ti që je rrek xhamis, ti që je drejtu ka kible, ti që ke kap Kur'anin dhe mëson atë, ti që je rrek pas namazit, ti që e ke zbatu urdhat e Allahut dhe mundohesh të largohesh nga ndalesat e tij, ti që e ke lëshu mjekrën, dhe ti o i motër që e ke vendu mbulesën, të gjithëve u drejtohemi dhe i themi, mos u habitni se punë nuk janë me fillimin e tyre, por janë me mbarimin e tyre. Min al-aziz al-mujib rafa'tu atlubu 'awnan. Indore vëlla, domethënë nuk është puna se sa veta kanë fillim. Puna sa veta arrin mbarim. Andaj nuk duhet të mashtrohet askush prej neve me askënd prej neve. Nuk duhet të mashtrohet me fillimin e dikujt, e as me paraqitjen e dikujt, e as me manifestimet e dikujt, por duhet të pret fundin e tij. Nëse ai përfundon me të mira, atëherë na jemi dëshmitar se ka qenë i mirë. Mirë, por nëse ai nuk përfundon me të mira, atëherë kjo argument se në brendësinë e tij ka pas kalpsira, brendësinë e tij ka pas defekte, dhe ka ardhur dita dhe momenti ku ka dalë shesh këto boshllëqe, edhe këto defekte, edhe këto zbastira. Ya nafsu lillahi tubi wastaghfiri. Andaj, ai i cili mbetet këtë rrugë dhe nuk largohet djathtas apo majtas, po mbetet rrugën e drejtë, ta dije se ai me vete ka një nimet shumë të madh dhe ka një dhunti shumë të madhe për Allahu xhelashanu, wa dhalika fadlullahi yu'ti man yasha. E kjo është dhuntia e Allahut, të cilën Allahu ja jep kujt don ai. Umri ya harban ma'a al-hawa wal-khutubi. Andaj, i nderuar vëlla besimtar, askush prej neve nuk ka garancë, askush prej neve nuk mund të mburret, edhe nuk mund të thotë se unë jam xhenetli prej ndonjë. Është xhenetli vetëm ai për të cilin ka thënë Allahu se është xhenetli. Është xhenetli vetëm ai për të cilin ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kjo është rregull prej rregullat të mëdha të akides së Ahlusunnetit. La nashhadu li ahadin min al-muslimin bi anna lahu al-janna. Nuk dëshmojmë se askush prej muslimanëve 100% ka me një xhenet, dhe nuk dëshmojmë se askush prej xhafirave 100% ka me një xhenem, por shpresojmë për të mirin dhe kemi frikë për të keqen. Se shumë njerëz mendojnë se si të fillon me fal namaz, e të arshon një mjekër, e fillon të zbaton të sunete, se ka mrin xhenet edhe ka përcjell urën e siratit, edhe është i garantuar se s'ka me deviu. Kjo nuk është e vërtetë. Nuk dihet fuli si të vjen, për ditë dush me punu, për ditë duhet me hakat, për ditë duhet me frikë, për ditë duhet me urujt se nuk din se si të vjen soni. Andaj ke frikë Allahun. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum. Kush je ti nderuar i vëlla besimtar? Ti që i rin këtë din, ti që 5 vakte namaz Enes ja ke nis me i fal, ti Enes ja ke nis me njoft madhnin Allahut. Kush të garanton ty se ke me mri deri në fund te madhnia Allahut dhe xheneti i tij? Wa mal hayatud dunya illa. Domethënë, mundohen njerëzit secilit prej neve me largu nga rruga e Zotit. Andaj o Zot runa, o Zot forcona, o Zot na ruaj zemrën dhe imanin me këtë dua dhe me shteten e Allahut, vjen ndihma e Allahut edhe të runë këtë rrugën e tij.